Erika Dams është një zog I qyqes të Sorosit dhe Bibi Netanyahu. Arsyeja pse është në shtetësia shqiptare nuk është ai që shifnin televizor. Ai është kandidati për kryetar bashkie Tiranë. Do jetë ai kandidati për kryetar bashkie Tiranë. Ky person është kandidati për kryetar bashkie Tiranë I Edi Ramës. Erika Dams? Erika Dams është kryetari I Partisë Socialiste, kandidati I Partisë Socialiste për kandidat për kryetar bashkie Tiranë. Si është e mundur kjo? Që të ndodhi domethënë. Është e thjeshtë fare. Erion Velian në vitin 2020 në kohën e pandemisë dha një deklaratë televizive që unë e kam të ruajtur. Dhe thot: Tirana është kryeqytet ndërkombëtar, jo I shqiptarëve më. Këtu do vinë të jetojnë, të punojnë nga gjithë bota. Kjo do të jetë një qendër ndërkombëtare. E dyta, në 2024 unë kam dhënë teorinë që Shqipëria është Izraeli I ri shoqëri I hapur. Pyetja është kush është Erika Dams? Erika Dams është ilaçi për të lmuar ekzistencën tonë dhe për t'i thënë judeve kudo që janë, hajde në Shqipëri. Pse? Ka një problem ta. Duan garanci. Kjo histori ka ndodhur në 80 vjet më parë. Duhet një arsye që të vinë. Se nuk besoj. Nuk shkonin në Palestinë atë, e ditë historinë. 25 vjet refuzonin të shkonin, dështoi projekti Rothschildve. U bë lufta e dytë botërore pa shkuan. U desh marrëveshja e Hitlerit që të shkonin. Është Hitleri që ishte përfaqësuesi I tyre, që duhet të shkatërronte Gjermaninë, të shkatërronte Europën lindore, të përsekutoheshin atje që të vishin këtu. Dhe këto janë dokumenta të gjitha se si ata kanë prodhuar vetë persekutimin me marrëveshje, me qëndrime që të shkojnë në Palestinë se nuk shkonin ndryshe. Po të njëjtën gjë po bëjnë tani me Iranin. Tani kanë hallin që të viktimizohen. Jo, s'ka lidhje. Tani kanë hallin si do I bëjnë që të vinë në Shqipëri, se nuk vinë në Shqipëri. A si do t'i bëjnë? Duhet t'u krijosh garanci. Garancia do jetë ky Eriku? Eriku është magneti që I thith. Pse? Njerëzit nuk e dinë ç'është New Yorku dhe kush është Eriku I New Yorkut. Erika Dams I New Yorkut është kryetari I bashkisë të qytetit më të madh judeve në botë, quhet New York. I themeluar nga judejt ashtu siç është. Është qyteti që ka numrin më të madh të judeve në planet. Ai është qyteti I tyre real, jo Tel Avivi. Dhe ky ka qenë kryetari I bashkisë tyre. I votuar nga ata. Në marrëveshje me ta dhe mbi të gjitha kur doli nga politika e Amerikës për korrupsione masive etj, bëri marrëveshje edhe me Trumpin dhe ai e fali sepse ky gjatë fushatës elektorale I krijoi ka përcjell pengesën që kishte marrë nga partia vet. Dhe ky person është zog I qyqes Soros. Sorosi gjithmonë të vetët si ka lënë kur pushim. I keti nga kryetari I Partisë Demokratike Lul Basha. U bërë përfaqësuesi për paratë e Rusisë në Ukrainë. Ke parasysh konceptet? Po. Ishte ti Shakashvili I Gjeorgjisë, kryeministri. E Erzuna atje, erdhi në Tiranë, u bë qytetari I Edi Ramës. Pastaj u bë guvernatori I Ukrainës, I Odesës, kryeqyteti I judeve të Ukrainës. Njeriu I Soros u bë guvernatori I zonës më të madhe jude në Ukrainë. Po ç'ne Gjeorgjani në Ukrainë? Ç'ne Erika Damsi I Amerikës në Shqipëri? Sepse Erika Damsi është garancia më e madhe izraelite në botë që kanë kryetarin e tyre. Se kanë pas New York. Të mbështet dhe kush është teoria e tij kryesore, mas iku nga kryetar bashkie. Do të përdor kriptomonedën kundër antisemitizmit. Kriptomonedha kundër antisemitizmit. Kontradiktor. Kush është kryeqyteti I kryemonedhës për judet në ofertën e tyre? Tirana, kryeqyteti I kriptomonedhës jude. E kuptove logjikën. Ç'është banka Jet që ka ardhur në Shqipëri? Po, shumë dele gjithë. Online e gjitha apo? Digital. Gjithanë, 1 në 2 story do del vesh ajo. Si po blen një pjesë e pronave në Shqipëri? Ti paguan për pronën X lek që do blesh një pallat, se ka blen pallate. Një pjesë parave ke në hotel apo në bank, gjithmonë. Po. Pjesë tjetër me kriptomonedha. Pra, kemi të bëjmë me një projekt që Erika Damsi është kryetari I bashkisë të judejve në Tiranë, që do ta kthejë në qendrën e kriptomonedhave. Si ka mundësi nga New Yorku të vinë në Tiranë, domethënë. Arribesh. Dikur paguani shumë lek në Europë. Ka që mall për Shqipërinë në Tiranë. Dgjoj, dikur paguani shumë lek në Tiranë për korrupsion. Paguani shumë lek në Europë për korrupsion në Tiranë, dikur. Që të bëheshin konsuj, diplomat, që të merreshin lek nga shqiptarët. Sepse Shqipëria është vendi që të bën pasur. Nuk ekziston asnjë vend në botë bën pasur kaq shpejt kur ti je I huaj. Si Shqipëria, ha? Po.
në botë. Politikanët, Edi Rama është më i pasur se çdo politikan në botë, në kuptimin për shkak të politikës. Ma kuptove logjikën, jo të familjes, po të politikës. Dhe korrupsioni që bëhet në Shqipëri nuk ka krahasim kudo. Në aktualitetin që jemi. Në Evropë s'bëhet fjalë. Po flasim për jashtë Evropës. Që do thotë, Erik Adamsi nuk ka pa me sy një jetë vet ka shumë parë. Një jetë vet. Tani çfarë thot ligji për zgjedhjet? Se këtu është sekreti. Bashkisë, kryetar bashkie. Duhet të ketë minimum 6 muaj në Tiranë. Dhe jo më kot tipe fotografinë se si ai tregoi dhe njësim bashkiake të regjistrimit të banimit të tij. Për treguar që janë banori i Tiranës. Që të mos e marrim kështu ne si pa vazelin kur të shpallet kandidaturë. Ta ketë bë pak nga pak, vetëm kokën. Koncepti pra është që ky person ka ardhur në Tiranë si vetmi kandidat që ka Edi Rama për momentin, nuk ka. Dhe braçi pse doli, që tha jam kandidat për kryetar bashkie. Për të na treguar ne që nuk është më kandidat ajo goca, që ishte magjistar, si ka ajo. Ti të nxjerr nga faza farë, por ti të bën me jetu kot, ne jetojmë kot, me këtë që po na thu ti do e kupton atë moment kur ne zbuloj këtë dhe lexoj se si ndihem. Në realisht edhe këtë. Po na thot gjona që ky është kandidati për kryetar bashkie i Izraelit i kryeqytetit të Izraelit të ri të shoqërisë hapur. Ky do bëj gati. Ky do të sjellë Judejt në Tiranë. Ky është garancia atyre që ky punët po shkojnë mirë. Ky do jetë që të marrë kupën. Po, dhe për këtë unë jam censur plot dhe nga opozita për këtë. Ka rënë dakord edhe opozita domethënë me kandidatë që do nxjerrin nesër. Unë kam një javë kam gjuar më. Që akuzoj opozitën për pazar me këtë gjë. Unë kam një javë që e bëj çt mërkur tente. Vazhdo ta bëj për ditë. Opozita po hesht është pazar. Se s'ja mban bytha me fol. Pse njeriu i Sorosit. Jo, nuk është thjesht njeriu i Soros. Ky është kryetari i bashkisë së kryeqytetit të Izraelit të ri të shoqërisë së hapur. Nuk e thoj dot të gjë, s'ja mban. Po mirë, atje tani në New York, ku është kryeqyteti i këtyre judeve. Kë do vendosin atje? Kë kanë vendosur atje? Madami. Ai është tjetër zogi gjyqësor. Ky tjetër, ky shik, që nga bota islame do, që gjashtë. Sa ka pa Altini që to 36 vjet nuk e lexoi historinë e botës. Është e kena lexuar këtë libër. E kena pa herë këtë filmin. E dim Kalibart fiton fund. Të rikthehem tek ajo pyetje që kisha pak më lart. Doli edhe komenti, doli një video që paraprakisht NATO është pronë Eurochide. Unë mendoj që bota që jetojmë ne është kontrollin e tyre. Natyrisht me diferenca gjeografike, për rasti Rusisë e tjerë. Po në thelb NATO përbëhet nga një elitë civile politike, jo ushtarake, civile. Që është Merkel, jo më fali, që janë tash këta Merz, Starmer, Macron, e kështu me radhë, dhe janë tjetër Amerika me Trumpin, me Hex e me këta tjerët, që është një krizë ekzistenciale, raport me rolet që kanë dhe funksionet që kanë. Sot lajmi i fundit është që Amerika i hoqi sanksionet Rusisë për naftën.